Jënë bo ma shumë se 2 muaj që kam përfundu zgjedhjet, po qeveritë Kosovës ende nuk ka, madje nuk ka as biseda serioze për ndërtim të institucioneve. Ka gjysmë përpjekje, gjysmë takime të Albin Kurtit, gjysmë takime të opozitës, pa asgjë konkrete. Ndërkohë, javën e ardhshme pritet të mlidhet kuvendi dhe potencialisht të konstituohet ai. Dhe ndoshta edhe të hapet rruga për ndërtimin e qeverisë. Por ka atë shumë pikpyetje dhe atë shumë dilema sa që askush nuk mund të thotë me siguri asnjë. Për të tentuar që disa nga këto pikpyetje dhe disa nga këto dilema t'i zbërthejnë për opinionin publik, kam kënaqësinë që musafir të kësaj jave të Blitz intervju të kam kryetarin e AK-s, zotin Ramush Haradinaj. Zoti Haradinaj, faleminderit që na pritën në selinë e AK-s. Faleminderit, është mirë se ka ardhur. Faleminderit. Jeni rahatum do këtu? Jemi kona tje shumë mirë, se kemi qëndru gjatë, po u deshme, shu tani kemi fillu këto, po jemi në shpiton. Atje, herën e kaluar para 2-3 javë, kur intervistova Ministri e Bujqësisë Faton Peçë, intervistova atje. Edhe intervistova në ato që ku bëj intervista me ty në zyrën tonë. Atje tani do skandale plasën. A ke pas një uri për këto puna jo? Jo, ne kem pas dëshirë me vazhdu, me qëndru aty, edhe pse qiraja na u shtejtu shumë, na bo 5.000 euro në muj qira kem pagu. Për një hapësirë që ne nuk e kemi shfrytzu të tërën, që ka qenë një objekt. Ka qenë ikon aty Ramush, do në zemër. Po, shiqo tani... Veni u konë është ai mirë, po edhe një mësua më keqë. Keqë mirë, po ajo shtëpia vjetër, ishim aty. Po. U detyru me elshu, nuk i kam përqirë to zhvillime tjera, hetohet një dëshire Peçit, si kur shetë ndoshta dhe tjerve, që me kryu shtorje me ne, me aleancët. Në fakt ne kemë respektu obligimet ligjore, kontraktuale, kur e kem pas kontratën, për disha vjetë kem pas 2.700 euro, na kanë ngrit në 4.500 e pak, me shpenzime tjera i kaloj ke 5.000 euro dhe kem vazhdu me i kry obligimet, na kanë dhënë ultimatum me lëshu, e kem lëshu, tani këtu jem pronar, pra kem bledo da pagujmë ndër vite, mirë po, e vërtet është se ta kështu jemi në shpitonë dhe po ndijemi në shpi. Ramush, po bëhet qeveria me të 15 ajo? Shpari është shumë edhemshme që për jetë parë në historinë tonë të zgjedhjeve të pas zgjedhjeve, dje ka qenë data 9 prill, pra e më bëhet 60 ditë, ose e më bëhet 2 muaj, që muaj shkurt ka 2 ditë ma pak, e më bëhet 2 muaj, sot kur po flashim, jemi 2 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve, edhe ende nuk është konstituu parlamenti, pra është tu seanca e parë, e shpresoj që do të konstituohet parlamenti, nuk do të vazhdohet me këtë logjik të vëneshave, 60 ditë janë shumë për me artë të seanca e parë e parlamentit, përgjësia bjen mbi qeverinë, mbi ata që mbajnë përgjësi, që udhëheqin me jetën nacionale në vend, edhe vërtet është e dhëmshme kjo gjendje, është jo në rregull, që i ka ndodhur kjo Kosovës. Ne jemi mburë me demokracinë tonë, me zgjedhjet tona, me implementimin e shpejt të rezultatit zgjedhor. Për po sa herë? Është hera parë që vërtet e kemi shkënjy vetën e tjerë. A boni mirë prezidentja, se prezidentja, për mendimin tim, e zgjati pak ma tepër se që ka pas nevojë. Pse më jep 2 javë gati afat për konstituim kuvendit? Ose ka logjik kjo punë? Nuk i di ato arsyet ose diskrecionin në çka e ka bazuar për ftesën, e ka pas për voneshat që mund të jenë të endet shqyrtimeve ligjore të rezultatit. Ja, se ma certifikimit ka orë Po është çdo ditë është... Që se ka bo mbas një jave, ta themi, po i ka jep 2 javë afat. Çdo ditë është e çmueshme për Kosovën, edhe nuk ka asnjë arsye askush me humb asnjë ditë, asnjë orë, asnjë ditë Kosovës. A shë disponim, në dëgjova ish kryetarin e kuvendit Glau Kornjufsën, i cili e ndërlidhte konstituimin e kuvendit, kuptimin e zgjedhjen e kryetarit të kuvendit e tjera, me zgjedhjen e qeverisë.
A sheni të mundshme konstituimin e kuvendit zgjedhjet kryetarit, nën kryetarit e anëtarëve të kryesisë me datën 15 apo do të shihni apo nëse nuk ka qeveri se nuk do të ketë as kryetar kuvendi, as konstituim realisht kuvendi. Po Si e shihni që po shkon më në shumë? bazë të rregullore shëre tani që kanë aprovu, konstituimi i kuvendit quhet atëherë kur janë zgjedhur gjithë nën kryetarët. Po. Pra jo vetëm kryetari, por Edhe gjithë nën nën kryetar, kryetarët, po. Tani që e di, një nën kryetar vjen nga pakicat jo sherbe, Po. një vjen nga sherbet. Ekziston mundësia me kry këtë pjesën e parë të kryetarit të nën kryetarëve shqiptar sa më shpejt. Pastaj nëse strategjia e VV-s është voneshat, ata mujnë me aplikue pengesha, matutje të paktën për nën kryetarin që vjen nga lista serbe, ose edhe për pakicat tjera, pra mujnë me evonue, po nuk kanë arsye mos me zgjedh kryetarin edhe nën kryetarët. Arsyeja sepse nisin afatet për ndërtimin e qeverisë. Konstituimin e Po, kuvendit. ata mujnë mos me e përmbyll. Pra mujnë me krye 2/3 e kësaj, zgjedhjen e kryetarit dhe nën kryetar shqiptar, e pastaj duke i vonu këta nën kryetarët e pakicave, mujnë me e vonu matutje, pa ajo që pres në çancën e parë është më rëndësi që të paktën të zgjedhet edhe kryetari dhe nën kryetarët. Pra ti po pret që kanë me zgjedhë në kryetari dhe nën kryetari dhe kanë me vonu me diçka tjetër tani? Po shpresoj që nuk do ta fillojnë më një herë me vonesha, pra vetëm me dhënë betimin e pastaj me naftu një herë tjetër, po shpresoj që të paktën do të fillojnë me punë. Mendoj edhe ata e kuptojnë që është një pritje për opinionin publik, e ndjejnë presionin e qytetarëve, të popullit, gjithëve, të mediave, të palëve, që mos vonojnë ma shumë se kjo vonesë është prej tyre, pra tash na nëse në të kaluarën 30 ditë kanë qenë mjaftueshme për seancën konstituive, këta na humbën 30 ditë. Pra veç jemi 30 ditë vonesë për shkak të kurtit. Nuk besoj që kanë, në fakt me 15 bërë ma shumë se 30 ditë. Pra nuk besoj që do të guxojnë edhe matutje me apliku vonesha, sepse vërtet do të jenë të identifikuar që ata që po vonojnë Kosovën. Jo veç një çështje të caktuar, po Kosovën, interesat e njerëzve, jetën e njerëzve, qytetarëve, zhvillimin, gjitha. Po ata kanë qanë qofë se këtë kanë interpretu si një mungesë të vullnetit të tjerëve për të ndërtuar institucionet. Pra që partit tjera s'po dojnë me kriju institucione. Nuk është ashtu, ata e kanë të drejtën kushtetuese, ata mujnë me përshpejtu krijimin e parlamentit, mujnë me e apliku të drejtën e vetë për të kriju shumicën. Nëse e krijojnë me vazhdu me punë, nëse jo, pra vjen rradha e tjerëve. Edhe ajo është kushtetuese, është pjesë e demokracisë sonë. Edhe unë përres që opozitat ta kryon qeverin, po pa vonesha dhe i bëj thirrje pra atyre që po pengojnë, po vonojnë, po mos vonojnë ma shumë në këtë rast kurtit edhe klikës ti. Dhe Ramush, ata ditëve të fundit divizja vetëvendosje e ka bo një farë gjysëm slogani që për shpërndojnë deputetë gjithë. Qeveri të vetëvendosjes ose zgjedhje. Apo kërcënojnë dikon me këtë? Tani, të gradualisht po shkojnë të i, si me hëndryshe thonë, të i qfaq të pëshit e veta. Kur të pësia këtu? Po për shembull ata dikur na thëshin se do t'i kenë 500.000 vota. Edhe aplikojshin një qasje përjashtuese, fyse, edhe arrogante. Tani ata me ditën e zgjedhur të tu që i kanë 10 deputet ma pak, se sa zgjedhjet paraprake. Më pastaj ata e mendojnë se janë ashtë plot fuqishëm, sa që të gjithë do të vrapojnë pas tyre, e rezultoi që ka plot që janë të interesuar me qeverishme, vëvën. E së fundit tani ata po kërcënojnë që nëse nuk qeverishni me ne, nëse nuk na mbështetni ne ta udhëheqim qeverinë e vendit, ju quajmë zgjedhje. A e tut kjo akën? Me të pyet direkt kështu. Jo akën, por ajo çka është e keqe është pse me e quajë vendin zgjedhje. Sikur vendit mos kishte alternativë kushtetuese, edhe ligjore në rregull,
Shpo mu e vëni pari qeverinë, shkojmë zgjedhje. Po ekziston alternativa kushtetuese, ku s'mu e vëni pari, sa mundësia me voj dyti, me kushtetutë Kosovës, me ligjet tonat, me të drejtat e demokracinë tonë. I dyti ose i treti, kush do që i bën shumicën? Po, atëhere, këtu është ajo që vetë vendosje, pra nuk po respekton as kushtetutën e venit, kur fletë kështu. O na, o zgjedhje. O na, o kushtetuta. Mundësit kushtetuese që e veni. Pra ta s'mujnë me u bo vetë kushtetuta dhe me ngrit mbi kushtetutën e venit, mbi ligjet e venit. Unë preferoj zgjedhjet si opcion, nëse duhet pra me qeverish VV, ose zgjedhjet, unë i preferoj zgjedhjet. Edhe leon që i preferon zgjedhjet, amo ka mundësi. Pra, kushtetuta në ka dhonë mundësi, demokracia jo në e mundësi, me kriju institucionet edhe nëse i pari që krijan. Dhe Ramush Seke, po, javën e kalume, këtë javën që po lëm pas, ndjellën kryeministri e mbledhë Këshillin e Sigurisë Kosovës. Dhe nga aty duhet me një deklarim që Serbia po i shantazhon disa deputet të minoriteteve. Seke, po, këtë takim, a ka pas arsye që të bëhet këtë takim dhe deklaratët pastaj? Kjo është shenjë e dobësisë së Kurtit edhe të qeverisë tij. Realisht, Kurti është, unë kam deklaruar disa herë që kjo është agent i Serbisë edhe i Rusisë, sepse ka zbatuar agjendën ruse e serbëve, edhe kuptohet që ndikimet e mekanizmave të fuqishëm ndërkombëtar janë gjithkund. Pra ne shohim edhe përpjekje për ndryshime në Serbi. Pra shohim protesta, shohim zhvillime, shohim përpjekje për ndryshime në Kosovë. Pra për ndryshim, për qeverisjes. Kurti zakonisht i reflekton pikërisht pasojat e asaj se kush është. Për ajna ka rrit fuqinë e Serbisë deri në këtë mashë në Kosovë. Kurti ka qeverish 4 vjet plota, me mandat plot, i pavarur, në asnjë parti tjetër shqiptare, edhe pas 4 vjetë plota, rezulton që ka rrit fuqia e Serbisë mbi ta zonë deputet jo serb, që unë nuk besoj që deputetet jo serb janë në ndikimin e Serbisë. Unë për shembull besoj fuqishëm që ata deputet jo serb që nuk e pëlqejnë qeverisjen Kurti, nuk ka ndikim Serbia ata ato. Mund të kemi ne. As të Adem Hoxha? Jo, mund të kemi ne, shqiptarët, që ata jetojnë me shqiptarë. Ata e ndajnë ndjenjen e shumicës. Shumica shqiptare, ju lutem, disa prej tyre ndoshta i kanë thonë po Kurtit, se ndoshta mendojnë se s'ka alternativë. Po dhe ata jetojnë në Kosovë, jo veç Adem Hoxha. Po e takoj Kurti, dhe ai dihet që ka pas lidhje direkte me Radojqiqin. Një gjë, Adem Hoxha jeton Dragash. Në Prizrenbile jeton. Ata shumica e... Ka qenë pjesë e listës grupit shumica e partijave kanë komunikuar ndër vete, edhe lista serbe edhe jo serb. Po komunikojnë edhe me shqiptarë, lutem. Me tonë neve komunikojnë fakicat. Një pjesë e tyre njerëz ka dhe vel, paktën që një onë. Edhe shumica e tyre na reflektojnë ne, mos e harroni këtë, si turist, si bosnjak, si rom, si ashkalit, egjiptasit. Të gjithë, pra, që jetojnë Goran, që jetojnë Kosovë, na reflektojnë ne. Dikur, Kurti ka marrë 10 deputet ma shumë, tani ka 10 ma pak, që i bjen, ata e shohin që edhe shqiptarë që nga jepin votat Kurtit. Pra ata nuk i kanë faj Kurtit që se ka shumicën shqiptare ka opozita. Është e jo në rregull me i fy deputet e Pakisav, vërtet ata janë Pakisav. Edhe ata janë malet me i fy, me i ofendu, me i tute. Po nuk është mirë me vo kryetari qeveriste. Mendoj që këtu është një sjellje ulët e tij. Pra është një dëshmi se ai përposin ai armiqsoj me krejt serb. A duhet një Këshilli i Sigurisë për këtë çështje, për çështje të formimit qeverisë? Jo për këtë gjë. Këshilli i Sigurisë mbledhet për veprime që rrezikojnë sigurinë e vendit.
Edhe ka veprimet mjaftueshme që janë rrezik për sigurinë dhe Këshilli Sigurisë duhet më mbledh për kërcënimet sigurisë. Por të trajtosh deputet pse nuk dojnë me ta jap votën përpara ty të pakicave, jo sherve, si njerëz Beogradit, jo në rregull. Çka nëse si në Jo, më fal. në nivelin e kriminalistik ka të informacione. Pse është Duda Balja ma pro sherve se dikush tjetër se po e zonë don me qeverish me mua jo me Kurtin, ama shqiptarë o Kurtja unë. Po jo, Falin, jo të lutem. Këtu ka shku shumë larg. Ky ata që qeverishin me ta, që kanë në ndikimin e listës sherve. Jo, unë nuk po du me qeverish me ty, Alben, që ti je njeri i Serbisë dhe i Rusisë, që ti më ke largu për Amerikës. Pa ti më ke largu për Amerikës. Ti më ke bo mu një vend, që gjitha vendet tjera në janë për Amerikën, kur unë kam qenë vendi ma i privilegju, ma besnik, ma i lidhur me ta dhe ma i mbrojtur nga ta, ti më ke këthuj vetëm në një prej tjerve. Pra, për mua, ta që qeverishin me Kurtin, në këtë rast, opozit po thamë, të pakica, po janë me Serb. Janë me Serbi. Ata që japin votën Kurtit, janë me Kosovë, janë me Shqiptarë. A ka logjik kërkesa? Kërkesa për shembull për një komunë bosnjake në Dreqan. Pse jo? A kështë boju si opozit? Po, sot. Po. Pse, A s'kam Komisari rrezikon. ka premtuar duket edhe shqiptar që ka pas premtuar të kaluarën, po se pa. Jo, çka na rrezikon neve? Çka na bën një komunë me qytetarët e Kosovës, një komunitet i bosnjak? Nëse kemi komuna me qytetarët e Kosovës serb, pse s'ka kokë e keqe me pas një me bosnjak. Çka humbim na ju lutem? As një gjë nuk e humbim. Kur në historinë e ekzistencës tonë, mija vjeçare, bosnjakët s'kanë me qenë kundër nesh, as na kundër tyne. Është e vërtet kjo. Nuk po e shoh ku problemi. Pra, Ku është problemi atër? Problemi është se Ku është kemi problemi, na po? ka dhënë një kryeministër anti-Kosovë, një kryeministër anti-aleancave të sigurisë Kosovës me Amerikën, që është Albin Kurti, një njeri që e ka dobësu Kosovën dhe ka rreziku Kosovën. Dhe ai njeri sulmon ata që janë pro Kosovë, Duda Balja pro Kosovë. Ç'është e mundshme? Duhet ta bëhet tjetër më për Kosovë se Albin Kurti. Më fal veç një sekond. Ose Nëse Duda Balja që të votën ati, po ja që të Bedri Hamzës, pse qenë ka ma pak Kosovë se sa ata tjerë që ja që ishin votën Albin Kurtit. Ose ja që të Lumir Avdigjiut, ose Ramush Haradinaj. Kush e ka dhënë këtë drejtë atij, mi qujtë ata pro-serb se ja që ishin votën ati. A që thamun aty në tjerëve që ja që ishin votën Kurtit, që po ju jeni pro-serb, se po ja që një votën Kurtit. Nuk është në rregull, shine ku ka shku ky. Ky bën presione me i ble këta deputet. mi ble. Po, A ke informata për këtë? Po, kemi informata që është i bo çdo lloj presionesh, Presioni mi ble. të joshjes, të blerjes, Direkt të joshjes, apo të për blerjes. oligarkët e ty. Nuk, unë po të kisha të një niveli ligjor, do t'i dorëzoisha në prokurori. Jo, pas Po pes konkretisht, ka presione për kemi mi ble. informata. Me çfarë paresh mi ble? Ne kemi Pare informata shteta, që pare para se me dalë, i ka përdo të dyjat ofetat, edhe përmes njerëzve privat, bizneseve, edhe përmes njerëzve. Para se me thonë janë njerëz serbisht, ka provu me josh. Ku nuk i ka bo fund, ka ju një serbisht. Qisha ma i serbisht, ko ka Duda Balja Arashiqi. Ose Rakiqi diku që e ka bosh këj minister. I vedeni, këj me listën serbe, kanë votu kundër veteranëve. Me Rakiqin, me votat e listës serbe. Pra, nuk funksionon kjo, unë i bëj thirrje deputetëve të pakicave. Jo serbe. Rune, principin, kush e ka shumicën shqiptare, bashkëqeverishim me te. Jo nuk jeni as të Albinit, as Bedrish, apo të Lumijit, apo të Ramusha, jeni të Kosovës. Jeni një shtiveni, ne bashkëtojmë, e do të bashkëtojmë për herë, kur e ka diku shumicën shqiptare, ati gjithë një votën. Mos që aqit një votën ati që se ka shumicën shqiptare. Si e ke po këtë ftesën për takim me lidhjen demokratike të Kosovës dhe refuzimin e LDK-s. Çka deshte të bëj Albin Kurti? Përveç nuk kam ndaj komend kështu. S'kam ndaj. Veprimin e Kurtit. Përveç nuk di këto, hade tu me hi, unë e di që është mashtrues,
Pa, e kishte seriozisht, apo e jo, kishte për Spari mashtrim? unë e di që që po është mashtrus dhe nuk është i Kosovës. Veprimet e di nuk janë interes të Kosovës. Çka do që i banë, unë i shoh në atë frymë, në atë perspektivë ti. Ora, në disa kemi diskutu këtë punë, s'po të reagoj për që po thu nuk është i Kosovës, sepse të kam reagu 10 herë nuk është qëndreni i juti. Pro, zoti Haradina, pro, ose po të reagoj që është në agent i Serbisë dhe i Rusisë, sepse të kam reagu disa herë. Është e vërteta që për pos fakte konkrete në këtë drejtim nuk e sjell deri sot. As që është agent i Serbisë, as që është agent i Rusisë. Ndoshta ti ke diçka, por më nëse s'na ke sjell diçka të tillë. Dhe as këtë punën që nuk është i Kosovës, ku me letra me gjithçka zoti Kurti është i Kosovës dhe ka qenë në burg. Ne e shohim si shkon zhvillimi i fundit. Pra, shifne situatën, kur janë 3 parti shqiptare, dorë angazhiret, nuk punojnë me te, dhe ai, pra, i përgjërohet... Klubi stërvjetuar politik, po të thotë. Prit një sekundë. Po të... Prit vishnit një lutem. Kurti. është ndër herë të ralla, që ai shkon të deputet, që kryeministri, që ka qeverisht një mandat plot, shkon të jo shërb, edhe provon me ble deputet të listë të serbe, ose me bo marrëveshje, prap, që ka bon të kalume me listën serbe, në rashtin e veteranëve, apo ndë një rast tjetër. Me ble deputet të Po, listë serbe. është të i negociu me ta. Ka bo përpjekje që Rashi që me shtu në i deputet serb, për me mujtë me bo qeverin, me kamuflu ka Rashi që në i deputet serb, to e në ato që i bo Kurti lutem, vazhdimisht i bon, klika ti i bojnë, edhe të hena ta njerës. Pra, kjo shtyra tyne, shifne, çdo gjë që aje ka sulmu, aje ka bo. Pra, i ka sulmu të tjerë që kjo, ajo, gjitha që i ka sulmu, gjipat e zhipe, e zonë. Po. Të gjitha i ka bo. Pra, shifne, ata që dikush e ka mendu ndryshe kjo po del, unë ju thëmë edhe njëherë, ky njeri është agent i Serbisë, i Rusisë, shërben agent e tyne. Kjo është një antipërëndimor, është mbetje e revizjeve të majta evropiane, anarkiste, anti-amerikan, edhe kam bjellë anti-amerikanizëm në këtë vend për interesat veta dhe të atyre qarqeve, pro-ruse. Edhe sa që shojnë në Rusë të Serbia, ku ja përmendin emrin, ta dini që e kanë me ndihmue, agentin e vetë, njeriu në vetë. Sa ashtu ndihmohet agenti, nuk ndihmohet agenti duke e lavdu. Po duke e shoh, duke e bo. Ramush, a di sa të ka shoh Serbia ty? Kush guxon me mendu sot për një konspiracion, a di sa të ka shoh Serbia ty? Nuk besoj që shoh dikush më shumë nga mediat e Serbisë në Kosovë se sa ju. Vesh të shëj një gjë. Nga të sharje, unë... Ti ke pësu dame. Fet, kum kalu në përfëqeshe gjyqësore. Ke pësu dame, vërtet. Në përfëqeshe gjyqësore, në përgoditje tjera. Qysh po e shojnë do? Po e shojnë, mi arrit rejtingun, në ti inderum, dalojnë shamet që ja bojnë një njërev që ka marrë pjesë në luft direkt, e dikuj që ka bashketu me i vaj serbe në kohën kur unë kom luftu. Jo vetëm serbe, po ka bashketu me një vaj një zyrtarit Serbis. Kohën kërë luftu jo, së është e? Kur është? Duket është më vonë diçka që flitet për jo. A më vonë a më herët, në shta? Më vonë do të me qenë. Ani, shumë mirë. Po s'kahet po. Jo, në regull. Në kohën e luftimeve, ju lutem, sa ka qenë zëdhen që u që kërë shkuj ka bashketu me qik të një zyrtarit serb. Edhe i ki proceset tjera që pasojnë, të gjitha, e që ka mundësi, kryeministri i Kosovës, veç një shtëpi e ka dhe ato e ka blenë në shtetë huj. A ma shpjegon pak, a ka logjik, që të vetë në pronë deklaru me kryeministri i Kosovës e ka një shtetë huj. Nuk është e vetit që kësh ka shpi, këj ka shpi të bleme, po e ka në Norvegji. Është i Kosovës kë njeri? Jo i ka familjen tu, po i ka familjen, po e në familja babësh. A ka familjet vetën kë njeri në Kosovë, që ka kriju në Kosovë, se unë e di që ka është nona baba, e kusherit e familja vladit. Ata e në familja babësh. Po ti ke kriju familje, unë kom kriju familje. A ka kjo familje në Kosovë të kriju me? A jeton gruja ti këtu? Falni. A fagun taksha në Kosovë gruja ti, ose a bë diçka në këtë vend?
ku jeton vajgja ati, ku ka këni 1,4 vetën. Që po, prindi, po, e ti s'ka prindi unë, unë kom prind. Kom nonën gjallë, vavën që kom ma, edhe respekt për prind të ti e për gjithë. Po qila familja ati. Këtu e në arsye të lutem, ka shumë, lista është e gjatë e këtyre shenëve. Po kjo ka ndiku për shembull, me na prish me Amerikë, me na shbi. Tash na jem nis i këtë vendet e votës, 10% taks, 10% taks i këtë vendet e votës. Na kemi qenë të privilegjuar. Na kemi qenë mbrojtur nga Amerika. Ka përfunën mu diskutu hekja e ushtrisë amerikane nga këfori. Reale kjo që po flashun, jo e gore. Hekja, Si po mendon realisht? hekja, këtë hekja, e ushtrisë amerikane nga këfori. Piktinere e kemë dhurat. Reale çfarë kuptimi? Se mund do, Është diskutu është mund të ndodhë largimi e ushtrisë amerikane nga këfori. Mund betet vetëm në partneritet bilateral, po jo në këfar, që ka garancat mbrojtës. Ky ka frue punën që në falament mu votu shqiptarë dhe lista shebe, pra VV-ja dhe lista shebe, ja fera zdravo, mu votu kundër veteranëve. E vërtet që kanë lyp vot lista shebe tonë për pushtet, për gjithçka, po jo kundër UÇK-s. Era vetëm që ka bosh ky njeri. Ky ka përpurur me shkatru si për marshit e venit. Po ti po thu që disa po të dojnë me ble vota për të. Nuk e shiqo në total të një dhe sektori privat gjithë mbetën 1, 2, 3. Po shumica e sektori privat janë në trahum për shkak gjendjes ekonomike, për shkak të mundësive ekonomike, për shkak të diskursit se do të ketë luftë. Po ndohë luftë, po na sulmon ky, po na sulmon ai. Gjitha këto i kanë bërë dëm ekonomisë, edhe shfundi ju lutem e shkatroj edhe sistemin e mbrëmshëm del kundër gjyqësorit, kundër prokurorit, kryeministit si përgjigjet shteshës. Çka i thot ky fëmijës vet? Kura Moshadina, sekretar qeverie, ka ndërheqë ju ka përgjigj prokurori 2 herë. Kur Fatmir Sejdeu, Behçet Paçolli, ka ndërheqje për presidentit. Për vendime të gjykatës. Për shkak të vendimeve të gjykatës. Që jo DMSD kanë kërkuar kërp drejtësi. Kur Hashim tha që prej zyrës vetë si president, është ku në burg, ala në burg. E ky zotnia nuk i merri gjyqësore me zbatu një vendim të gjykatës, që tani mund nuk është veç i prokurorisë. Kine parasysh, shka ka bënë ky njeri. Ky sulmon krye prokurorin dhe i mbrojnë hajnat. Çka i ka ndodhur qytetarit të Kosovës me çmimin e energjisë? Ti jep 20 euro pleqve për pension. Bravo, shtoja 20 euro, edhe 20 euro mirë. Sa po ja merë me rrym? A na shtrit çmimi i energjisë 3 herë ju lutna, edhe sa %. A nuk do me thonë kjo, që kjo është presion për ty, mos me mujtë me jetu në këtë vend. Pse që pagunohet shtesë policisë e ushtrisë në kohën e krizave të sigurisë. A thu këtë pahiri, shpja pagunohet shtesë, policit e ushtarit. Ramosh, apo kalojmë pak te apo bën opozita qeverin. Ti je i vetmi mduket, i vetmi. Dhe këja e vetmja që seriozisht e mendon seriozisht dhe ka seriozisht në Kosovë do të me pas qeveri të VV-s dhe që do të me pas vetëm qeveri të opozitës. Ne jemi I përcaktuar bardhëze dhe nuk shoh mundësi, as ti mundësi e të një pak ti qeverisës më akën, të VV-s më akën. Unë pak të nuk shoh. Bazë edhe që ju kam dëgju duke jo, unë e kam një fat keq. Fati keq i imi është se ma gjatë në politikë, edhe kom pas mundësi me pas bashkëbisedu serios. Prej presidentëve, të shteteve, kryeministrave, ministrave të mbrojtjes, sidomos talatëve tonë. Institucioneve të sigurisë, edhe vazhdoj me rujt një komunikim me këto palë. Unë legjimin e situatës në vend, nuk e bëj vetëm për interesat ngoshtat pushtetit për mu. Qoftë nëse humbi vota, ose humbi pushtet, ose s'jam pushtet, unë e legjoj situatën për vendin, çka ka ndodhur vendit. Unë e di që është jetike në këtë kohë me shpëtu Kosovën. Nga pasoja vërtet pak pa riparueshme. Ka ndodhur pasoja që në zot riparueshme deri tash. Por nëse vazhdon Kurti në qeveri,
do të kemi probleme serioze si vend. Do të legjitimohen veprimet e tjerëve ndaj nesh, pasojat do t'i varim na. Shihni një fjalor të vazhdueshëm që në Kosova rrezikohet për sulmeve, incidentet. Pra është gati si me thonë sikur ajo që po ndodh në Ukrainë ka probleme, s'ka siguri. Hajde ta kryejmë këtë punë. Shihni si po kryet kriza në Ukrainë. Si po kryet zot Haradinese. Po me një vit ndarse. Me një vit ndarse. Me gjas po. A do a rrezikon këtë në Kosovë? Ky ka shërben narrativën e Shërbisë, e aty në djeve që na jem vend stabil, që tu ka pasiguri, që tu ka incidente, që tu mu vranë në vete, në mënyrë që ne të hajde të sharojmë këto sana pra. Kjo të bëhet me qëllim këta. Kosova është vend i qetë, është vend stabil, në Kosovë jetojnë edhe serbë. Janë në shtëpi vet. Edhe serbët janë në shtëpi vet. Edhe shqiptarët, gjithë tjerë. A pe bëni opozita? Nuk ka rreziqe, edhe s'ka nevojë më ardhi kush me të rrek linja tjera, propozime tjera, duhet me evo, shkëmqare fa evo. Kush nuk e nimon qeverinë e opozitës, më në mento që ju thamone, kush nuk e nimon qeverinë e opozitës, do të bëhet shkaktar për zhvillimet këqija për Kosovën. Apo e thoni këtë fjalë kryetarit të DK-s? Jam ka e thëmë Ramushit më shpari. Sepse zotja Bizgjiku tha preferoj që mbes me met në opozitë. Nigani, kush, unë po e thëmë ndryshe, kush bëhet shkaktar me vefrimin ose mos vefrimin e vetë, që i Kosovën me vazhdu me udhëheq Kurdi, do tjetë shkaktar i dameve e rreziqeve për këtë vend. Ka me i mbajt përgjithësi që mundet me ikë, kur kush. Pra to që i banë dhe pra to që i banë. Nëse ne nuk si opozit, nuk e marrim seriozisht shkrimin e qeverisë opozitës. Edhe për ne arsye shkojmë zgjedhje dhe vazhdon ky cikli kështu i tillë, pra ve marrim përgjithësi ju lutem. Pra do të mbet bara mbi dikën, nuk mundesh me ikë fajt. Qoftë për ato që i bën, qoftë ato që i bën. Unë besoj që për ta edhe kjo porosia jam është edhe për limen, edhe për nismen në atë parë që kemi qenë bashkëtar. Mos harroni, s'ka më mujtë ikë kur kush përgjithësisht për të këqija që i ndodhin vendet. Kush do që e nimo Kurtin, për çfarë do llogarie. Nismën si ndihmes të Kurtit? S'mujnë me i pështu kur. Askush që i nimo Kurtit, me vë qeverin fajt për ato që i kanë mendohet i vendin nëse ky vazhdon. As Lima, as Nisma, as kërkush tjetër. Të gjithë do t'japin llogari, edhe Leonca do t'jap llogari, edhe LDK, edhe PDK s'ka të bëj kjo me se unë e kom interesa për diçka. Mos unë kam marrë si punë për veti, s'kom qitë as një kusht, për qeverinë e opozitës. Mirë po, nëse vazhdon ky njeri me qeverisën e vendit, unë po ju tham kështu, ju tregova një herë fati keq që jam gjatë në politikë, kam bashkëbisedus, kam informata, e di që ka ndodhur jo vetëm në Kosovë, në rajonin e Maxher, na do të kem pasoja. Dhe ata që marrin pjesë në krijimin e këtyre pasojave vend do të japin llogari lutna. S'ka në mujt në ikë përgjithësisht. Kush do të qofshin? Cila do të qoftë e kaluara e lavdishma, po cila do të qoftë e kaluara atyre, cila do të qoftë motivi që ata mundohen me ja shpjeguar diku i pse po e bojnë, do të japin llogari. Se s'mundesh me ikë llogari vend për rrostë. Po ta zëm, nëse mbledhet këtë opozita, apo duket që ka fuqinë ajo qeveri, që nëse do të bëjë nga opozita? Nuk është çështje e zgjidhjes mirë. Nuk është na kjo është zgjidhja më e mirë ose kjo kështu. Është çështje e situatës pa alternativë. Dhe është e vlerëshme, a ka vlerë kjo përkohshmëri? Nika, apo don me lo vendin me u fundos. Fundoset vendin për 8 muaj. Me njeriu, po. Nëse do të kemi zgjedhje për president. Edhe për tetor ti kryeministri i zgjedh. Nika, ja po e mbledhën e Këshillit sigurisht. Në Këshillit sigurisht folke për deputet. Edhe nëse është ashtu, pse po e thu? Ti ki mekanizma tjerë që i zgjedh ato probleme. Pse po dhe në publik me thonë ashtu? Ku ja qoj ke kreditin ai? Ku i kallzoj këta? I rutëm të e në pasoja, këto kanë me shku gradualisht duke hum fuqin tonë. Ky na ka hum fuqin, shumë drejtime, shumë cëka. Ramosh, ti ke qenë një pjesë e një projekti të opozitës. Ati lanit. Ne kemi po sa serios ka qenë opozita në atë projekt, sepse 2-3 dita, apo një ditë me njëherë mas zgjedhjeve e ka ndërtu skemën, e ka ndërtu lanin. Pra, një dita 2, masi që kërë zgjedhjet, ju një bledhe keni thënë, na nuk shkojmë me PDK-n,
na e bëjmë qeverinë. Tash na po e shohim opozitën të folë në studio televizive që do të më bo qeveria opozitës. Po s'kemi pa veprim konkret, po s'kemi pa veprim sikur në kohën e Lanit që pastaj u bë vland, e pastaj u shkatru, u demoluaj si organizim, mirë po nuk e keni pa atë seriozitet. Për qef, kësha fitu 51%? Jo, s'po thëmë. Fal, edhe fare që isha marë ashtë me LDK-n, ashtë me PDK-n. Ja, për qef s'kisha pas qef kush mi fitu 51%. Unë po, Aleon që po, edhe u menej që në Aleon që një është ma të dedikum ndaj këti veni. As ti parti s'ka. Fali, unë e kështu thëmë, unë beshoj, unë jam rritë me këta njerëz, unë beshoj që në Aleon që janë njerëz të dedikum atë dhevtë. Interesat të veni, interesat nacionale. Nuk janë politikanë më të mirë, nuk bom që kanë ditë me bo shumicën. Edhe unë që kom ditë me bo shumicën. O e njerëz që janë dedikum të veni, interesat veni, e njerëz që përqilin zhvillimet e venit, që da mos sigurinë e venit. Siguria është edhe ekonomike, edhe energetike, edhe ma shumë, na e përqilin temat e venit. Ne busollën tonë nuk e shohim çka populiste, edhe çka na ndihmon votë. Po ne e shohim si me rujt këtë vend, si me çu përpara. Ne kemi dallime të mëdha në opozitë. Por ato që thashë komunë një fatkesh, edhe opozita ka e fatkesh. Vendin e kanë rrezik. Pra nuk bëhet kjo punë qefi. Bashkëpunimi me LDK-n, me FDK-n, s'është punë qefit lutna. Për qef s'kisha bashkëpunu me ta. Po në speshoj serioze si tendencë të opozitës. Nuk kem qare, s'kem ka jamajnë. Nuk po flasë vetëm për AOK, s'kem ka shkoj me lodhe, nuk mujmë pa kufi me i përgjësisë. S'kem ka jamajnë. Na du të dikun me majtë o vendime. A dojmë me elo vendin në nëdheqin ati që e shkatron matutje, se edhe këto ka dhe vetë o shkatru këtë vend, po dojmë me vazhduhe, edhe dim qka e pretë këtë vend, nuk mund me honë krukush që se din që a ka me ndohën këtë vend nëse këtë njëri i vazhdanë. Qështë do të legjohet të alatet tonë, qështë do të legjohet të popëj, të ekonomie, të armisht. Armisht të ashtojnë si shansë me vazhdu kundër nesh, me na rreziku, edhe me një kanë me apliku projektet e veta, të rrezikimit tonë, s'mund kërkush me ikë, as mu jonë, as kërkush ishë. Unë beshoj që do të kryon qeverinë opozita, edhe bëjthirje të gjitha partive politike, pozitë, gjeve, më falë, opozit, edhe jo shërve, të rrimë bashkë. Ne kemë shumicën, opozita e ka shumicën shqiptare, i bëjthirje deputetet të pakiqave, të rrimë bashkë. Nuk keni nevoj me opozicionu për njëjët e kundërtijet, para se dikush ta ketë shumicën shqiptare. Pra dhe atyre që janë sot antarë qeverish të këti mashtrushit, jo thamë jo muni me bashkëqeverish, edhe me ne njajt, ne ju kem respektu gjithë. Unë kom punu me një pjesë tyne, si me Emilien, si me Fikrimin, si me shumë tjerë, i në të me sharën. Emilia po thot që bënë veç me Albinin. Qa, unë pëjdo me Emilia, jemi televizion. Unë pëjdo me Emilia, se nëse Albini se po qeverin, në regula e që thot ashtu, unë pëjdo ma shaj, edhe së cili tjetrit, shpërdoj është një, nëse ajë se po shumë i që ne e vojmë, i një të tumë, i një pjesë e qeverisë, më një se vini. Sepse edhe opozitës i vynë dhëtë vota. Sepse ne ju respektojmë. I vynë e gjithë vota e opozitës jo sërbe për me po qeverinë. Sepse ne ju respektojmë, ma pak se sa që i vynë ati që është sot, se na që shedin, kem 4 deputet ma shumë shaj. Po, qarqim. E po atëre, shifën e fra, ne jemi ma pak të ngushtu mu ashtu, po se cili deputet i pakicave jëshireve, është iftum me qenë pjesë e koalicionit arshë. është iftum, edhe do t'jenë të respektum, edhe i kem respektu gjithë. Shka lidhe që janë sot në këtë qeveri, shka lidhe që ato që kanë thonë, po mos u panikoni, se kush do që e po qeverinë për shqiptarëve kam jeftu, pra kemi jeftu dhe na, unë i përgëzoj ata që ju kanë nështru këti, edhe i konsideroj alat, por ne nuk përjashtojmë pakicat. Ramosh, një qeveri e opozitës, a kish pas, si me thonë, skenar për me zgjedhë presidentin? Nuk muj me e pas. Nuk është e mujshme me pas atë skenar. Se di që në vota, me thonë, a i ka vota, si ka? Nuk muj, shiqaj... A kish mujt me ka përcy, a kish pas një formë të sot është e mendushme që mundet mu ka përcy ajo? Së pari, na kem president. Ka një vjetë mandat. Po, dejnë shkurt. Dejnë shkurt, pastaj... E ka dejnë prind, po... Shiqani, unë nuk besoj që është qështja e presidentit sot.
Jo, po thëmë pas 8 mujve. Po ne du të me fillu me qeveri. Ne du të gjejmë problemet e qeverisë së vend. Ne du të qojmë porosit, Washington zyrtar edhe alatëve tonë, se ne jemi këthy në ekip, në familje. Hapna mundësit. Se po dojmë u këthy në familje, po dojmë u konsolidu, po dojmë u zhvillu, po dojmë u bo besnik të jujt, po dojmë hynë ato. Nëse bojmë këte, e ndihmojmë vendin. Nëse vazhdojmë kë, do të kemë probleme. Këtu është problemi, pra do të ditë është e kushtueshme. Bilet, ndjeni mi thonë diçka. Na jem ka humbim. Na kemi humbë shumë kohë. Shiqane, unë i thëmë qytetarëve të Kosovës. Unë nuk i më ka foli për i qefit to që për flasë. Pse është agendi i Serbisë Albin Kurti? Ty po ta dhëmë. Që po ta e punë në shambën e fundit? Djali i presidentit Trump, që është mbret. Presidenti Trump o mbret. Mbret i botës është. Mbret i botës është. Dhe sillet si mbret. Mbret i botës. Kuptohet, në pas kushtetutës, në pas fuqive që japë kushtetuta Amerikës, i presidenti Amerikës. Djali ti ka ndajt me presidentin Armek tonin, me Vučićin, një ditë tonë në Beograd. Edhe ka dhënë intervistë me fjalë jo bashkëduhura për ne, për Kosovën. Kush e pruni punën që tu? Ashtet, këshërëm të ashtimue, se dhe të kom kundërshtu. Kush e pruni punën? Me shku djali i presidentit Amerikës. Kur djali i presidentit më hershëm, Biden, një rrugë në Kosovë ka emrin e tij. Kush ta pruni ty në punën, që djali i presidentit Amerikës me shku me ne në Beograd, gu për gu, me ato që jo konë me Shesherin, me Grobarin, me Miloševićin, ministri i informatave të Miloševićit ka qenë Vučić. Albin Kurti, lutem. Albin Kurti ta ka përpunën me thonë ato fjalë. Imagjinone, mi a thonë babes vetë, e baba i ti i ditë me thonë ato fjalë. Për Kosovën që përhët djali. Ky është agendi i Serbisë, ky është agendi i Rusisë. Albin Kurti është njeri i Rusisë dhe i Serbisë. Mosh kem të fol për qeverinë e opozitës, unë më ktheve te Albini agendi i Ti zotni Serbisë. nderuam, unë po të tregoj ty çka ka ndodhur këtij veni. Ti ndash me revesh, ndash mos me revesh. Di pjesë e opozitës, di pjesë e opozitës. Ndash me Ti e revesh. nis për partnerit të nismës, po thotë ne jemi hapur edhe për të. Ndash me revesh. Bashki ke pas, koalicioni ke pas Ramosh. Marja varsh si ka qenë kërkuj. Po tonë kanë me vajt përgjësit për ato që në vejbojnë. Kush do çka të vënë ka me vajt përgjësit? S'ka me kalu kush pa pagu e fakturën e përgjësive, në sjelljet e veta, nuk është kohë e zakonshme. Në të kaluarën, kush ka shku në Beograd parë një herë në Prishtinë? Të ka arë ty zëvëns presidenti Amerikan në parlament. Presidenti ma vonshëm. Të ka shku djali presidenti Amerikës, njeriu më të fuqishëm botë. Njeriu që pja ka do vendin kinë që tjerëve. Djali. Që nuk është veç djali, po që ka fuqi të jashtëzakonshme. Në vendimarrjen e këtij presidenti ka shku ka nejtë një ditë, gjithë ditën në Beograd me presidentin e Serbisë, edhe në dëgjën e intervistën që ka folë. Kush ta pruni punën këtu? Ta ka prue agenti i Serbisë dhe Rusisë Albin Kurti. Ju bëj thirrje njerëzve në vendosje. Shif në trajektorën, para se marrë në pushtet, kush ka dy fije men, ata që janë analfabet funksional ti e trush përlon. Bashkëpunëtorët e Serbisë në opozitë. Shifne, atë ka arë gjatë kohës sa ka qenë opozit aty, dikush i nalë ti Amerikës me shku me najtë me presidentin e Serbisë me folë kundër Kosovës. Po veç po thonë Radojići ka nejtë në veri. Ku ka nejtë? Në veri. Shiqa, këta Shpit vetë, në villë vetë. Këta janë... Këto në ato argumentet të Nigo. Nuk për në alujnë me ishë për para për Ti, a je konë këto në atë kohë? Kur i ka i bëj Kosovë? Kur i kanë hinë zyre? Kur i kanë hinë shpe policia? Në kodë qeverisë shtime. Ta vazhdojnë më rënë, që ta normal që du të një mdura në atë vetë. E dorën zemër, villën e madhe ka maru mas qeverisë tonë. E ka maru në qeveri tyne. Dorën zemër, takimin e lishtë të serbe, ku kanë deshme shpallë, asociacionë ata. Kush e ka prish? Mitrovica. Ku janë hi policia me arme, e kanë marrë Gjuriqin, e kanë prunë në Prishtinë? A kanë gucu me më mshelë një rrugë, që kem shku dhe në pika doganore, ju lutem. Ka pas barikada edhe më herë, zotë. Çka ka ndodhur me to që ka pas? Dojnë hje kanë meqë. Jo, më fal, gjatë qeverisë shtime, a ka mbet një rrugë mbyllë në veri ju lutna? Gjojë një rrugë që ka mbet një ditë. Ata i kanë qitë, po dini që i ka gjetë, edhe Rusi o rrej, që i ka blokuar rrugën. To në realitete, propaganda e tyne, shiqoni, propagandën ta në fakt edhe këtë që kanë vetën. Ju rimojnë edhe pa hiç pa e lyp këta.
propagandën kundër meje. Thëj ke Dušan Janić. Dušan Janić është një shpion i shumë fisht. Shpion i shumë fisht, agendi i shumë fisht. Dušan Janić e njoh kush është intelektual, është një serb dinak. Ishtë dalë një ditë në një intervistë. Dhe ke Ramushi nuk e jep Radojqićin se e ka të katunit vetë. E kom pa edhe Elxheshin kërejt. Çka po bëna me këte? Ai nashta këto e ka bo veç me i ra Vučićit në Serbi, se tash po dojmë mirëzu. Dhe me që ai që po të një mo ty, o shok i Ramushit, edhe du të na dëmimit. E vërtet është, Radojqić nuk është i katunit anë. Jo, s'është. Radojqić ka një shkaqet nik, si keqit atjerë, serb, më falni, mos t'i fyj popujt. Po të shirit, ja kom ka Zuvensën, ko ti e kom bo shtin, Trepçën, pavarësimin shtik, dhe e ka shu Kosovën. Kjo është ajo që ka ndohë në kohën, sa kom qenë unë kryetar qeveri. O bo Ushtria, o bo pavarësimin shtik, o bo Trepça, dhe e ka lëzhua i Kosovën. Nuk ka konë Kosovë gjatë qeverisës time. E kena stër diskutu që është e zotë jale. Edhe unë për ju të regoj që opozita, për më këthyt e qeveria opozitës, nëse se bojmë, do t'jemi bashkëfajtor për ato që kanë mendohë t'i veni në nuheqen e njeriu të Serbisë, sepse nuk ka që shpjegohet ndrysh. Ti me pas kryeministët Kosovës, me qenë populli ma pro-amerikan, dhe djali i presidentit Amerikës mos marrë të ti, po me shku në Beograd, ju lutëm, kjo është dhurat e Albin Kurtit. Merë një vesh o popull, merë një vesh o njerëz, merë një vesh o media, merë një vesh pa u bote për vonë për ne. Se ka me na kushtu, kjo që ka ndohë, ka me pas kostot madhe, na do të munohëm me rujtë, që a mujmë jëshinin e i rujmë lidhjet, me qonë të sigurisht të Amerikës. Por edhe Ushtria, ju lutëm, nuk ka vendim vedin, vendimet i merë presidenti. Imaginoni, djali presidenti, ma me i vlesh botë. Shkone rrinë një ditë me ata. E ka ti asë nuk trupon. A që më të e marrë vesh, që ka të me thonë kjo për Kosova? Ose për shamë, ku janë intelektual të Kosovës, ku janë akademik të Kosovës? A që më të e di që ka të ndodha? Që ka ndodhë t'i venja? Shqoni, unë spekshok ku janë elita intelektuale. Unë nuk jem të kuptu që ka të ndodhë. A jem të e pa ata që ka të ndodhë marrëdhënit globale të sigurisë. A jem të pa që janë të ndodhë proceset. A nuk e kanë pa ata intervjistën e djalit presidenta? Dhe zone pak atë intervjist, për qëllë atë intervjist. Shifni që ka thonë atë. Zotë Haradinaj, Po të lutëm. në fund, këtë jera ka ra me diskutu, po kam qenë shumë i befasu me rezultatin zgjedhor të koalicionit ju. Personalisht nuk kam pri që do t'jeni nër 10 dhe 12 deputet. 9-10% apo sa i bjen kjo. Do të shumë pak. Keni qenë koalicion shumë, i keni pas dhe intelektual, i keni pas nismen, i keni pas disa parti në koalicion. A i lezu të rezultatin, që ka ndodhi? Jemi shumë zhgënim, rezultat më të kesh. Për pos jeni zhgënim... S'kem pas në e rezultat më të kesh. A për dini që ka ndodhi dhe qështë duhet me reagu, si akë? S'kem qare, fa e trajtu seriozisht këtë situatë në brendshme, të kryume. Jo veç çështjen e a kem bo mirë me koaliciona jo, po dhe zhvillimet tona të brendshme s'kem qare pa i trajtu. Zhvillimet e brendshme, koalicioni mëse pa të qitë në komoditet akën. Kuptimin në struktura të akës, në komoditet, i marëm 10%, 12 deputet me koalicion në të forë, s'kem nevoj mi ebzër. Ne kemi... A keni pa dhe gjëra të këtira? Shqoni, ne kemi rrëth 60.000 votë në çdo variant, i kemi pas realisht. Që si patët tash? Kësa i here, i murë mbi 60, dhe mon rrëth gati 70.000 u bon me këto kur mbyll procesi, 60.000, 66.000 e pak. Po ne kemi rrëth 60.000 votë në çdo situatë, nuk kem mobilizuar as votën tonë mjaftueshëm. Pra nuk kem marrë as votën tonë, është shqetësuese për ne. Është shumë shqetësuese. Dhe çfarë do t'jetë përgjigja? Çfarë është reagimi? Çka ju ka thënë votuesi? Tani... Se një pjesë e votuesit juj nuk ju ka votu. Ose s'ka deshta dorë zjedhë, ose nuk i ka votu, ka ndru votë. Nuk kemi... Një mesazh ja u ka dërgu. Po, është shumë serios, pra nuk dojmë jalo fajnë veç koalicionët. Jo, absolutisht. Po, duhet me marrë me kujdes ata që ka ndohë, porosit që na janë dërgu. Nuk me marrë me kujdes, ne në këtë vetë nuk kemë në një proces në brendshëm zgjedhor, vitin që vjen jemi në zgjedhje në aleancë. Po, i kemë zgjedhje përgjithshme, në gjitha nivelet, edhe do të reflektojmë gjithë bashkë këte.
Faleminderit zotë Adina. Lutem. Faleminderit për pjesëmarrjen në intervistë. Shpresoj që do të shihemi për momente më të mira. Për Kosovën e kam fjalën. Momente më të mira për Kosovën. Të mira që jashtia ka, po është mirë kur jemi real edhe beshnik të venit. Unë e shoh se njerëz nga njëre lakmojnë vetëm ditë të mira. Në këto ditë dëshmohet dashuria ndaj adevt, vërtetësia, sinqeriteti. Unë nuk e kam personale me Kurtin e me Vetëvendosjen. Do të njerëz ka që shmeritojnë ndryshe thonë respekt ose përkrahje, po s'ka det. I kanë drejtat si gjithë tjerë, dojnë më të mirë do më të qitë. Kur dikush i sjell pasoja venit, s'mu i bëj kompromis. S'mu i mbylli sytë në te, unë habitem me një pjesë madhe që është një shtonë, sot, sigurisht për jetëm kështu, që i kanë shti vesh në desh, që po kujtojnë që kjo rrena e ti për sovranizëm, ose sovranitet ma shumë, është reale, që shenë duke pa, për shemë dhe në konat pushtimit e të robërisë, elita intelektuale shqiptare e ka pas sa më rëndësishme kur shku rrugova në Amerikë. Shkoj rrugova në Amerikë. Unë habitem me shqiptarë që kanë kaq shumë informata, kaq shumë përvoja, kaq shumë eksperjenca në jetë, që i kanë shti vesh në lesht për këtë sjellje pa përgjegjshme të kryeministit e tyre, qeverisë tyre ndaj Amerikës. Zotë Adina, faleminderit shumë.